Bleona, të përshëndes, çfarë mund të na thuash për këtë operacion të fundit të policisë dhe kush janë personat që janë arrestuar? Pasi gjykata e Tiranës lëshoi 11 masa sigurie për administrator dhe punonjës të disa lokaleve të natës në Tiranë që operonin kryesisht në zonën e ish bllokut, të akuzuar për shpërndarje të lëndëve narkotike brenda këtyre ambienteve, policia ka arritur që të ekzekutojë 9 prej këtyre 11 masave të lëshuara nga gjykata. Këto 9 personat janë arrestuar pasi shpërndanin lëndë narkotike në lokale nate. Gjatë periudhës hetimore është bërë i mundur identifikimi 11 shtetasve, siç e thash, punonjës dhe administrator të lokaleve të natës, pikërisht në zonën e ish bllokut, të cilët kryenin këtë veprimtari të palishme. Në total u lëshuan 11 masa sigurie, ndaj të cilat policia ka arritur që të ekzekutojë vetëm 9 prej tyre, ndërkohë vijon puna për kapjen e 2 shtetasve të tjerë. Po lidhur me këtë veprimtari, nga ana e policisë janë arrestuar edhe 2 shtetas të tjerë më parë gjatë periudhës hetimore, ndërkohë po për të njëjtin operacion policia ka arritur të arrestojë edhe një 49 vjeçar i cili kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi të vendosur nga gjykata. Bëhet fjalë për arrestimin në flagrancë të shtetasit Orges Jahelezi, ndërkohë gjatë periudhës hetimore janë sekuestruar 100 gram kokainë si dhe 2200 tableta ekstazi, por edhe 11 aparate celulare. Gjatë periudhës hetimore lidhur me këtë rast janë arrestuar edhe Elvis dhe Bujar Lezo, të cilët dyshohen të jenë Xhaxha dhe Nip, pra të kenë lidhje familjare mes njëri tjetrit, po të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Pas arrestimit të këtyre 9 të fundit, policia vijon punën për kapjen dhe lokalizimin e 2 personave të tjerë të shpallur në kërkim.